Torësh Irani arriti të kundërpërgjigjej. Të rimerte po. Pra, kurse këtu zgjati direkt 45 minuta. Pra është komplet koha e nevojshme, mjaftueshme që çdo komand të fillojë të lëshojë urdhrat e saj, pra është normale. E qartë. Është një kundërpërgjigje pra ishte një goditje e pritur nga ana e Iranit. Dhe e humbi iniciativën operacionale në këtë aspekt. Totalisht. Dhe në këtë moment iniciativën operacionale e morën iranianët, sepse që nga momenti kundërpërgjigjes nuk kanë pushuar së lëshuari valet e tyre të raketave, me fjalë dje lëshuan valin e 12, sot janë te vala e 13, dhe fakti që ata në 12 qershor, pra në qershorin në 12 ditën e qershorit që ju e përmendët, komanda e lartë iraniane deklaronte që po hakmerremi, dhe po kundërpërgjigjemi në atë që e quajtën true promise, pra premtimi i vërtet 3. Nërsa tash është premtimi i vërtet ka dhe nuk e përmendin fjalën hakmarrje, po përmendin val goditje. Pra kur ti e përmend me val goditje, në aspektin shkak do të thënë që ti ke bërë një plan të parallogaritur, plani është bërë shumë më përpara, është i përllogaritur, dhe vetëm ke pritur momentin që ti sulmohesh dhe ti ke pritur momentin që pasi sulmohesh këtë plan ta vendosësh në operim. Pra ta bësh operacional. Pra këtë tregon. Nëse po t'i ndajmë të shohim goditja e Shtetit Bashkuar të Amerikës nga pak a shumë këtë gjeta unë si hard, do nga kanë fluturuar avionët. Jo, goditjen e para do të kemi që parasysh avionët kanë përdorur komplet hapësirën ajrore që ndodhet mbi Arabi Saudite, mbi Oman, mbi Yemen nuk kanë fluturuar, kanë fluturuar mbi Oman, mbi Emiratet e Bashkuara, mbi Kuvajt, pra në Kuvajt kanë fluturuar nga Kuvajti, në Irak, në Siri, pra gjithë ato, por goditjet e para kanë qenë, duhet kemi që parasysh, goditjet e para janë bërë me raketa. Tomahawk dhe janë bërë nga aeroplan mbajtësat dhe nga gjithë grupi i zjarrit detar që ndodhet në detin e Omanit. Pra ajo ka qenë goditja e parë masive. Kur janë goditur objektivat e parë me Tomahawk, pra janë goditur 6 objektivat e parë, pra përfshin shtëpinë e Ajetollahut, komanda shtabi i përgjithshëm, Ministria e Mbrojtjes, edhe disa objektiva të tjerë ushtarak të konservuar të rëndësishëm. Pra ajo ka qenë baza e parë e goditjes. Nga këtu ka nisur, pastaj kanë filluar. Dhe në të njëjtën kohë pastaj kanë ardhur edhe avionët që janë ofruar në afërsi të hapësirës ajrore. Pra asnjë avion nuk ka hyrë në hapësirën ajrore iraniane. Të gjithë kanë qenë jashtë hapësirës ajrore iraniane. Është goditur nga jashtë hapësirës ajrore iraniane dhe jo në hapësirën ajrore iraniane. Pra nuk është shkelur hapësira ajrore iraniane nga avionët luftarak. Vazhdon të ruaj hapësirën ajrore, vazhdon ta ketë në kontroll hapësirën ajrore. Dhe këtu dalim të ajo, pra të analizojmë tek e tek, pra në aspektin e sulmit të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Izraelit ndaj Iranit. E para, dëmi është masiv. Pra normalisht kemi një dëm masiv në infrastrukturë fikse, dëmi është masiv, sepse infrastrukturën fikse nuk e ku ta lëvizësh. Pra infrastruktura fikse bie godinat, shkollat, të gjitha ato biles, patën në goditën e një shkolle me 160 fëmijë të vrarë, pra është e pasur të Gary Newsom, pjesa e genocidit edhe kjo. E para dështoj, pra, pse humbi iniciativën, sepse qëllimi është doktrina, kemi një përplasje të doktrinës amerikane me doktrinën iraniane. Doktrina amerikane parashe ka si bazë shtypjen e mbrojtjes ajrore të kundërshtarit ose të armikut. Ajo që njihet në terminologjinë ushtarake të NATO, sepse edhe NATO ka të njëjtën doktrinë Shtetit Bashkuar të Amerikës që quhet SEAD, pra Suppression Enemy Air Defense. Pra quhet shtypja e mbrojtjes ajrore të armikut. Kjo nuk ka ndodhur. Pra, shtypja e mbrojtjes ajrore të armikut, kjo ka dështuar për faktin se asnjë avion nuk hyn në hapësirën ajrore. Pra në momentin që avionët nuk hyn në hapësirën ajrore të armikut, domethënë që mbrojtjen ajrore nuk ka arritur ta shtypësh. Pra ky është dështimi i parë i cili të bën që ti ta humbësh iniciativën operacionale. Dështimi i dytë është qëllimi i kësaj është, dakor, qëllimi i parë ishte eliminimi i kryetarit të shtetit. Ai u eliminua kryetari i shtetit. Pastaj shohim pasojat më mbrapa se çfarë pretendohet të ose diçka tjetër. Por qëllimi kryesor është ushtarak, pra që të ndalosh kundërpërgjigjen e armikut. Ndërkohë që, siç tham, kundërpërgjigjja e iranianëve erdhi 45 minuta më mbrapa dhe ka që 4 ditë që nuk pushon. Pra domethënë, pavarësisht goditjeve të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe të Izraelit, nuk kanë arritur të ndalojnë në asnjë moment kundërpërgjigjen iraniane dhe lëshimin e raketave, pra kanë dështuar totalisht të bllokojnë lëshimin e raketave. Pra objektivi do ishte blokimi. Objektivi kryesor është ky bllokimi, nuk kanë mundur ta bllokojnë as raketat as dronët, pra vazhdojnë të lëshohen. Kemi 4 ditë që vetëm iranianët e kanë iniciativën në këtë aspekt. E dyta, duke qenë në momentin që kemi lëshime të raketave, pra vazhdim të raketave, goditje të objektivave, përcaktime të objektivave, kjo do të thotë që
komanda dhe kontrolli i komandës mbi forcat e armatosura iraniane në të gjitha nivelet dhe shtresat ka mbetur i paprekur dhe i pacënuar. Pra nuk ke mundur ta shkëputësh zinxhirin. Sepse pjesë tjetër e doktrinës amerikane është që ti kur godet të shkëputësh zinxhirin komandues, ta degradosh atë ose ta eliminosh atë. Fakti që iranianët vazhdojnë që 4 ditë godasin, vazhdojnë që godasin objektiva të përcaktuar dhe të rëndësishëm ushtarak, si në të gjithë rajonin, pra që i përkasin Amerikës edhe në Izrael, tregon që komandën nuk ke mundur as ta degradosh e as ta shkëputësh të zinxhir. Pra as të godasësh dhe as ta shtuash as zinxhirin komandues dhe as hierarkinë komanduese të forcave të armatosura të Iranit. Pra nuk e ke goditur dot. Dhe në këtë aspekt përsërifim të ajo që nuk ka iniciativë, pra iniciativën e vazhdojnë ta mbajnë ata, sepse për sa kohë ti nuk arrin ta dëmtosh armikun në kapacitetet e tij drejtuese, atëherë ti nuk e marr iniciativën e ka ai në dorë në këtë aspekt. E dyta, që është e rëndësishme, ka ndështuar aktualisht prodhimi i raketave vazhdon, sepse Irani ka bërë prodhimet e raketave nëpër këto tunelet e mëdha, këto qytetet që ai quan qytete. Prodhimi vazhdon. Prodhimi vazhdon edhe i raketave edhe i dronëve. 100 raketa në muaj. Po 100 raketa në muaj. Vazhdon prodhimi i raketave dhe dronëve dhe nuk kanë mundur ta bllokojnë këtë prodhim të raketave dhe dronëve. Pra do të thonë që baza e luftës është industria, pra bazë industriale, lufta e tillë. Dhe këtë bazë industriale ti nuk arrin ta ndalosh. Në moment që ti nuk arrin ta ndalosh këtë bazë industriale e cila po furnizon forcat e armatosura me raketa dhe me drone, do me thënë që kjo luftë ka tendencë të zgjatet. Dhe zgjatja e luftës është në interesin e Iranit dhe jo në interesin e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Sepse ka të bëjë me çështjen e logjistikës dhe këtu vim te pika tjetër. Gjatë gjithë kësaj kohe, pra kemi raketat dalin nga tunelet dhe vendosen diku dhe lëshohen nëpër këto shtrate të lëshimit, të cilat janë lëvizse. Pra do të thotë që komplet rrjeti logjistik vazhdon të funksionojë i pacënuar. Kur po themi pacënuar, nuk do them që 100% funksionon. Po. Por që mbi 60% ajo vazhdon sepse ti ke lëshimin e raketave, pra neve kemi për 4 ditë, Irani ka lëshuar diku të rreth, llogaritet ketë lëshuar diku të rreth afërsisht 10.000 dronë dhe diku të rreth 2.000 ca raketa, 2.700 raketa. Pra kjo do të thotë që ti kur arrin të lëshosh 2.700 raketa dhe 10.000 dronë, pothuajse 80 deri në 90% të strukturës, të infrastrukturës logjistike që shërben në forcat, ti nuk e ke prekur dot, pra nuk e ke cënuar. E qartë. Totalisht kjo ka ndodhur. Pra jemi në këto pika të kësaj. Dhe kurse kur e shohim në aspektin e Iranit, pra në aspektin e Iranit, çfarë bën? Irani ka arritur një përveç që ka marrë iniciativën, e ka marrë iniciativën në aspektin operacional dhe në aspektin strategjik. Pra Shteti Bashkuar të Amerikës dhe Izraeli nuk e kanë pasur në asnjë moment iniciativën strategjike. Në momentin e goditjes, në momentin e kundërgoditjes, Irani ka marrë atë iniciativë strategjike e cila nuk ekzistonte deri në këtë moment. Dhe si e ka marrë iniciativën strategjike? E ka marrë duke goditur të gjitha bazat amerikane në lindjen e mesme. Dhe duke goditur edhe ambasada amerikane në lindjen e mesme, ambasadat fuqishme siç ambasada në Arabinë Saudite dhe ambasada në Kuvajt, që mbajnë ambasadat më të fuqishme në rajon. Pra në këtë moment, çka ka bërë? Ka goditur projeksionin e sigurisë dhe të forcës amerikane, sepse forca amerikane, Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke qenë që janë një shtet kolonial, e projektojnë fuqinë e tyre nëpërmjet kësaj force ushtarake që kanë shpërndarë në të gjithë botën. Dhe në lindjen e mesme, projeksionin e fuqisë tyre e kanë nëpërmjet fuqisë ushtarake prezente në lindjen e mesme. Po. Irani ka arritur ta godasë këtë fuqi ushtarake, pra të gjitha bazat janë goditur pa përjashtim, nuk ka mbetur bazë amerikane, sado e vogël apo e madhe, në rajon pa u goditur nga ndërtesat. Po çrëndsi ka bazën, tu do vim. Baza dhe problemi është që këto baza janë boshatisur. Pra Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kanë pasur kapacitetin të mbrojnë forcat e armatosura të tyre në brendësi të bazës dhe çka kanë bërë? Bazat i kanë boshatisur dhe pjesëtarët e forcave të armatosura që rrinë në këto bazë i kanë zhvendosur nëpër hotele në afërsi të bazave, hotele të cilat po goditen nga Irani. Për këtë arsye sepse hotelet që po goditen për këtë arsye. Sepse janë pjesë në këto hotele është vendosur këto forcat armatosura të amerikanë të cilat ndodheshin në bazë, por duke qenë se në bazë nuk ishte garanci për ta, atëherë i vendosen në hotele civile dhe këto hotele po goditen. Këto janë hotelet që po goditen. Kjo është arsyeja pse po goditen hotelet. Pikërisht për këtë arsye po goditen hotelet, sepse janë mbushur me ushtar amerikan, me personel të CIA-s, me personel të Mossadit, të cilat po vazhdojnë të goditen ditë me ditë. Pra në këtë moment projeksioni i fuqisë amerikane ka dështuar totalisht në lindjen e mesme. Pra gjithë lindja e mesme dhe gjithë globi po e shef që Amerika nuk është ajo fuqia që pretendoi. Pra kemi ardhur këtu në atë konceptin në rastin e kur nisi lufta midis Izraelit dhe Hamasit,
që të gjithë kishin mentalitin që Izraeli është fuqi e madhe ushtarake, është një nga fuqitë më të mëdha ushtarake të botës dhe Hamasin do e mbysi për 4 ditë. Jo, lufta zgjati 2 vjet dhe tregoi që Izraeli nuk ishte fuqi ushtarake. Pra si ishte ai që projektoi, ishte shumë i dobët. Kjo ka ndodhur aktualisht me Amerikën në lindjen e mesme. Pra nuk është ajo që projektohet. Fuqia amerikane sot për sot nuk është ajo që projektohet. Pra si nuk arrin të mbroj forcat e veta. Dhe kur ti nuk arrin të mbrosh forcat e tua, atëherë ti nuk je në gjendje të mbrosh as interesat e tua për te këtyre forcave. Pika tjetër që iranianët kanë goditur komandën qendrore amerikane, pra CENTCOM-in. CENTCOM-i cili ndodhet në Bahrein. Vendodhja, pra komanda qendrore e Shtetit Bashkuar të Amerikës është CENTCOM-i, që quhet CENTCOM. Komanda qendrore. Komanda qendrore për lindjen e mesme ndodhet në Bahrein. Këtë komandë qendrore iranianët e kanë goditur dhe po vazhdojnë të godasin për ditë. Dhe është hera e parë që për Shtetet Bashkuara të Amerikës ndodh kjo që nga mbarimi i luftës së dytë botërore. Vetëm gjatë luftës së dytë botërore ka ndodhur që komandat e Shtetit Bashkuar të Amerikës të bombardoheshin, ato komandat për Evropën ose që bënin luftën të bombardoheshin nga Gjermania naziste. Në që atëherë nuk ka ndodhur më ndonjëherë që një komandë qendrore e Shtetit Bashkuar të Amerikës të bombardohet në këtë mënyrë, në mënyrë të pandaluar 4 ditë me radhë. Po nga që radarët, nga që... Këtu dhe në momentin që ti bombardon komandën, pra ti e degradon mundësin, pra vema jot, nuk arritën pra, Amerikanët goditën komandat iraniane nuk arritën të degradojnë ato të shkëpusin zgjerin komandus. Kurse këta po godasin CENTCOM-in. CENTCOM-i drejton të gjitha, është komanda që drejton të gjitha operacionet sot për sot në lindjen e mesme. Të gjitha operacionet. Po nuk ndodhet në atë bazë. Aty është në bazën e Bahreinit CENTCOM-i. Vazhdon absolutisht. Jo si ndërtesë mund të jetë, po po se problemi shikoni atëherë, do të kemi një gjë. Komandat qendrore nuk mund t'i zhvendosësh, sepse komandat qendrore kanë dhomat kryesore që janë dhomat e komandimit. Dhe dhomat e komandimit kanë të bëjnë me aparatura, me kompjutera, me gjitha me linja të shtruara, të cilat ato linja nuk mund t'i marrësh, janë linja të shtruara kablore që lidhen me radarët, lidhen me komunikimet, lidhen me gjithçka tjetër. Këto nuk mund t'i zhvendosësh ti në hotel. Këto je detyruar t'i mbash aty, se nuk zhvendosen dot ato. Imagjinoni kur neve zhvendosëm shtabin e përgjithshëm të ushtrisë shqiptare, pra ku erdhin pushtet ky sekti i rilindjes, nëse mbani mend, u zhvendos Ministria e Mbrojtjes nga qendra ku ishte dhe erdhi te Shkolla e Bashkuar. Dhe zhvendosja kërkoi mbi 6 muaj kohë, sepse në rast se mbani mend, duhej të zhvendoseshin të gjitha kablot e komunikimit që posedonte shtabi i përgjithshëm, ishte të forcave të armatosura, shtrije, pra duhet të shtrije nga e para, shtrije kabla, nga aty të shtrije deri te Shkolla e Bashkuar, ku të vendosje komandën e re. Sepse si do t'i kontrollosh? Pra, nuk mundesh, pra, godina kur bëlla për vend komanda qendrore, ajo është bazë, pra quhet vend komand. Pra ka vlerë fikse, godina. Prandaj është vend komand, nuk ka vlerë në aspektin e sasisë të madhe të trupave që mund të jenë aty. Po vend komanda është fikse, dhe kur godet vend komandën, ti ndërpret komunikimin. Pra e cënon komunikimin në këtë aspekt. Dhe e dyta që e goditur, në varësi të kësaj komande, ndodhen 2 radar kryesor. Një radar kryesor në Bahrein, i cili është një nga radarët kryesor, pra Shtetet Bashkuara të Amerikës ka në lindjen e mesme 3 radar kryesor që monitorojnë gjithë lindjen e mesme dhe deri në Kaukaz, deri në gjysmën e Rusisë. Radari kryesor që monitoron quhet radar early warning radar, pra radar i njoftimit të hershëm, e ka rrezen 5000 kilometra. Dhe ky është radar që kap lëshimin e raketave balistike. Pra, në luftën 12 dhjetorin qershor, çdo lloj rakete që lëshonte Irani, në momentin që raketa lëshoi, shkëputej nga toka 30 metra, ky radar e identifikonte dhe përcaktonte edhe trajektoren. Dhe në moment që përcaktonte trajektoren, ky radar është i lidhur me CENTCOM-in, dhe CENTCOM-i është i lidhur me komandën e mbrojtjes kundërajrore të raketave THAAD, të raketave PAK, të raketave do aerondomin dhe jepte përcaktimin se ku do hyjë, në cilën territor do hyjë, dhe përcaktoi mbrojtja kundërajrore atje dhe godiste dhe rrëzonte raketat. Aktualisht ky radar u eliminua që ditën e parë. Pra, shkaktoi qorrimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe tashmë Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk përcaktojnë dot. Po. Momentin e lëshimit të këtyre raketave, ju ka mbetur vetëm një radar. Radari vetëm që ka mbetur është në Izrael. Po nuk ka këtë kapacitet për 5000 kilometrash. Dhe është një ide interesante që ky radar ishte një nga radarët që përcaktonte edhe raketat që lëshonte Rusia në drejtim të Ukrainës, sepse ka rrezen 5000 kilometra dhe
kapte deri komplet Moskën dhe komplet pjesën tjetër sipër Moskës. Dhe çdo lloj rakete balistike që Rusia lëshonte në territorin nga kufiri i Ukrainës, në 600 kilometra deri në afërsi të Moskës, pra në gjithë territorin e saj, në moment që çdo radar lëshoi, çdo raketë lëshoi, ky radar e kapte dhe njoftonte mbrojtjen kundërajrore ukrainase. Tashmë ky radar nuk funksionon. Pra, goditja që i ka bërë është vetëm jo strategjike, po është edhe geopolitike dhe geostrategjike goditja që i ka bërë me eliminimin e këtij radarit. I ka eliminuar radarin tjetër, dhe ai është një radar tjetër i mbrojtjes kundërajrore amerikane që përdori, po mbulonte vetëm rajonin deri në Turqi, e kishte kapacitetin, ai ishte në Katar. Pra deri në Turqi kishte kapacitetin, edhe ai është eliminuar. Edhe ai ishte për sistemet raketore. Dhe tashmë ka bërë që nuk ka përcakton dot, pra ka vetëm radarin që e ka të limituar në Izrael, por nuk e mbulon dot, ai radari që në Izrael vjen deri në afërsi të Teheranit dhe nuk mbulon dot pjesën tjetër të Iranit. Pra nuk përcakton dot lëshimin e këtyre. Dhe kur ti nuk e përcakton të lëshimin dhe as trajektorin, atëherë ti nuk ke mundësi reagimi dhe mbrojtje. Dhe për këtë arsye tashmë, po ti shihni filmimet që keni parë, edhe dronët, edhe raketat iraniane po hyn lirshëm në hapësirën ajrore izraelite dhe në të gjitha hapësirat ajrore të gjirit, sepse e kapin raketën vetëm kur e kap radari ofër, pra sepse nuk e kap dot raketën në largësi që të përcaktosh dhe ta përllogaritësh mbrojtjen kundërajrore. E kap vetëm me radarët e afërt që mund të jenë 200-300 kilometra, pra nuk ke kohë, sepse ajo është raketë që vjen me 7.000, 5.000, 8.000 kilometra në orë, 10.000 kilometra në orë, ti s'ke mundësi të reagosh. E qartë. Prandaj është bërë kjo hyrje dhe tash po hyhet më kollaj në për këto hapësirat ajrore dhe aerondomi po çuditërisht pse nuk funksionon. Aerondomi funksionon realisht, por ma kaq është kapaciteti, pak ta radarët që njohin dhe identifikojnë raketat në momentin e lëshimit, është e pamundur të funksionojë sepse që nga humbje strategjike shumë e madhe. Sepse mbrojtja kundërajrore është e shtresëzuar, prandaj themi që është e shtresëzuar. Ky është shtresëzimi i mbrojtjes kundërajrore, në cilin hyn në aspektin e radarëve dhe në aspektin e raketave që mbrojnë me nivele, pra me shtresa. Shtresa e parë, shtresa e dytë, shtresa e tetë, në lartësi të ndryshme që mbrojnë. Por pak ta radarët nuk mund të funksionojë, bëhet jo funksionale. E qartë. Pra kjo ka ndodhur dhe kjo është një goditje e madhe geostrategjike, sepse si thash, i ndihmon Rusisë aktualisht në këtë moment. Pra ka qorruar jo vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës për atë që ka ndodhur në linjën e mesme, por ka qorruar edhe Ukrainën për atë që ka bën Rusia tashmë, sepse nuk ekziston ky radar. Dritan, nëse e mbarove këtë analizë, desha të shkoj tek vrasja e liderit suprem i se kam marrë një pikë tjetër. Pika tjetër është edhe çfarë ka ndodhur një tjetër, kemi dje rrëzimin e 3 avionëve F-15. Po. Shumë interesant ishte se nuk parashohim shpesh hera e fundit nga Kuwaiti ishte gabim sipas CENTCOM-it, sipas amerikanëve ishte gabim, po realiteti është që nuk ishte gabim dhe këtë e ka vërtetuar CENTCOM që nuk ishte gabim, por kjo është pamja e rënies. Dhe kemi një parasysh që është hera e parë që pas vitit 1999 që Shtetet Bashkuara të Amerikës humbin avion në një konflikt. Direkt për tek, po. Në 99 kanë humbur avionin F-117 në luftën e Kosovës në bombardimet me Serbinë, që hartëzoi Serbia, nëse e mbani mend. Ai avioni i famshëm që nuk kemi folur edhe këtu. Që atëherë nuk ka humbur në një avion tjetër në ndonjë konflikt në cilin ka marrë pjesë. As në Irak më mbrapa, as në Afganistan, as ku tjetër. Kjo është hera e parë pas 1999-s që humbet 3 avion brenda ditës, brenda 2 metorëve. Dhe pavarësisht se është munduar gjithë media të thonë që ishte goditje miqësore, pra ajo që quhet friendly fire. Friendly fire. Këtu nuk kemi të bëjmë me friendly fire. Çfarë është friendly fire? Friendly fire është kur aleatët e tu të rrëzojnë. Pra, aleati jot mendon se je i armiku dhe është, po kjo nuk ndodh për arsye sepse Kuwaiti, pra në aspektin teknik është Kuwaiti posedon pak treshin, pra pak treshi është Patriot treshi. Edhe pak treshi është prodhim amerikan. Dhe avionët, të gjithë avionët e çdo vendi, pra që për çdo vend ka një kod të caktuar dhe avionët kanë një kod i cili është një kod i kriptuar radio, të cilin e posedon modemi i transponder i avionit. Dhe kjo quhet IFF, Identification Friendly Foe, pra quhet identifikim armik-mik. Bëhet nëpërmjet kësaj. Dhe kjo është një kod cilin e posedon transponder i avionit. Dhe në momentin që avioni ngrihet, pra në momentin që avioni është ngritur,
Radari që është në tokë e kap këtë avion dhe radari në mënyrë automatike lëshon një kod të caktuar për të përcaktuar a është friendly apo është mëshmik apo sharmik. Në momentin që shkon transponderi i avionit e kap kodin që vjen dhe i kthen në mënyrë automatike, pra nuk ka nevojë piloti asgjë, e kthen në mënyrë automatike përgjigjen me një kod të caktuar, të kriptuar, me modem 4-5 janë të nivelit të sigurisë ekstra, si pun të lartë, dhe identifikohet që është avion mik dhe nuk goditet.